Pra, një logjike thjesht të thotë që nuk është se sa më shumë ne rrim në qeveri, aq më shumë ka korrupsion, po sa më shumë ne jemi në qeveri, aq më shumë luftohet me korrupsionin. Dhe sa më shumë jemi në qeveri, aq më shumë janë edhe rastet të cilat dalin nga varret e të shkuarës. Përtej paradoksit, dhe këtë sfrit do të pa e thënë jashtë tekstit, që 4 varre të vrarësh janë ende në kërkim të drejtësisë, po nuk kanë ngut as për të bërë kontrolle banesash, që s'ka nevojë të bëhen në këtë rast, as për të ngritur akuzë, për arsye që gjithkush mund i marrë me mend në mënyrën e vet, por ne nuk i dim faktikisht cilat janë.